E pra të nderuar miqtë e mi, shpresoj që të keni kaluar bukur. Sot pranë jush do të vim me historinë e Artës. Një grua që sakrifikoi gjithçka për familjen, por u tradhtua nga motra dhe burri i saj. Motra ja mori burrin dhe sot Arta po vuan për fëmijë që nuk i ka parë 3 vite. Më quajnë Arta. Kur mendoj për jetën time para asaj nate, ndjej një dritë të butë që më ngro zemrën. Por sot drita është të coptuar në copa. Ajo që mbetet është hija e asaj që kam qenë. Ky është rrëfimi i një gruaje që gjeti dashurinë, besoi me shpirt në atë dashuri dhe u zgjua një ditë në një botë ku çdo gjë që kishte ndërtuar ishte një e huaj. Ishte një dimër i butë kur u takuam. Ai kishte një buzëqeshje që më bëri të haroj frymën për një çast. E dija që doja një jetë me të. Nuk e dija se sa fort do t'i besoja. U martova 20 vjeçe. Kishim shok, familje, plane për një shtëpi dhe fëmijët që imagjinon çdo çift. Për 13 vite bëm sakrifica. Punuam, qeshëm dhe ndërtuam më shumë se mure. Krijuam rituale, mëngjeset me kafe, uthjet para gjumi, ecjet në lagje kur fëmijët flinin. Ndërsa ai ishte zemra e shtëpisë. Por si një copë të holl akulli që thyet pa zhurmë, gjithçka nisi në çarje. Nuk ka një moment që mund ta tregosh si fillim të fundit. Ka vetëm sër shenjash që pas i lidh në kokë dhe i kupton që gjithçka ishte e paralajmëruar. Ai u bë më i largët. Telefonat vononin. Ishte më shpesh në punë ose kështu më thonte. Punët e tij u bën fjalë të shkurtra. Herë, kur qëndronte afër meje, zemra më bënte si të ishte në ditën e parë. Komunikimi u zvoglua nga fjalët në heshtje. Motra ime më e vogël nga ne ishte personi që gjente gjithmonë një vend në shtëpinë tonë. Ajo vinte shpesh për një kafe, për një copë bukë, për të folur për diçka të vogël. Fillimisht e quaja tërheqje për ndihmë, një lidhje normale midis motrave. Por zemra ime që rënqethej çdo herë që unë ato të dy shifja bashkë. Atë natë kur gjithçka shpërtheu, ajri ishte i rëndë si para stuhisë. Ai më tha se po dilte për një darkë pune dhe iku me një puthje të shpejtë. Kur u sigurua që dera ishte mbyllur dhe rruga e boshatisur, një mesazh erdhi në telefonin e tij. Një çudi që unë nuk mundesha ta shpjegoja. Pa e menduar shumë, mora taksin dhe shkova drejt asaj adrese që e njihja vetëm nga bisedat e tyre të rastit. Ishte ora 11. Dritat ishin të fikura, ndërsa zemra më rihte fort sepse më treguan që im shoq nuk është në darkë. Kur e hapa derën e apartamentit të motrës, sepse më çoi në atë rrugë adresa, aroma e kafes dhe ajrit të ngrohtë nga një sobë elektrike më goditi. Hapa derën dhe aty në një dhomë të vogël përballë meje ishin ai edhe motra ime. Të dy të zbehtë, të papregaditur për të parë fytyrën time.
Motra ime më buzëqeshi me një qetësi të ftohtë që unë nuk e kisha parë kur. Ai uli kokën, ndërsa syt i shpërfillnin. Nuk duhej asnjë fjalë. Tradhtia nuk priste argumente. Ajo ishte si një objekt i ftohtë që u hodh në mes nesh dhe gjithçka u coptua. Arta ne ai nuk gjeti fjalë ndërsa motra ime ndërhyri menjëherë. Erdhi koha, i tha, të jemi të sinqertë. Ai dhe unë kemi diçka të veçantë. Ajo përdori fjalën e veçantë. Si një thik që më shpolli brenda, rëkëllyer brenda meje. U përballa me idiotësinë e vronjimit tim të zgjuar. Kam qenë një budallaqe që vazhdimisht falja. Ai më shikoi pas një pendes. Në atë moment brenda meje u shua diçka që kur nuk do të ndizej më për të dy. Në fund gjykata nuk ishte një vend drejtësie për mua, ishte një treg. Ai solli letra, advokat, dëshmi të manipuluara. Motra ime u shfaq si një grua e ndershme që kërkonte të ruante stabilitetin e familjes. Ndërsa unë isha vetëm një grua e lodhur që fliste me zemër. Ata përdorën çdo dobësi time kundër meje. Ndonjë mesazh i nxjerr jashtë kontekstit, ndonjë debat i regjistruar gabimisht. Edhe para se ta dija, fëmijët e mi u deklaruan nën kujdestarinë e tij. Kur u dha vendimi, advokati i tij buzëqeshi, si të ishte një fitimtar në lojë. Motra ime u ngrit edhe më pa me përbuzje. Ajo tha fjalë që do t'i mbaj me vete për gjithë jetën. Për fëmijët është më mirë kështu, më tha motra ime. Si e vret një thirrje e tillë? Si e shpjegon një nënt që betohet se doi fëmijët e saj dhe i pranon t'i heqë? 3 vite kaluan që prej asaj dite. 3 vite pa ndjenja të thjeshta. Pa zërin e tyre në mëngjes, pa këngën e tyre duke u përzier me aromën e bukës në shtëpi. Pa duart e vogla që më mbajnë gishtin pa frikë. Unë festova ditëlindjen e tyre me imagjinat. U lidha me fotografinë e tyre çdo natë dhe i flisja si të ishin pranë. 3 vite krijoj një sërë ritualesh të reja, lëviz për ditëshmërinë midis takimeve të advokatëve, mesazheve të papërgjigjura dhe kuti me rroba që unë vetë nuk i njoh më. Lagja më shikon me mospërfillje, shokët e dikurshëm shoqet shmangin syt nga unë. Ndonjëherë ndjej se jam një figurante në jetën e dikujt tjetër. Ditët kalojnë si faqe të grisura dhe unë mundohem të ruaj identitetin tim, ndoshta atë që s'ka mbetur më. Në ëndrat fëmijët më nxjerrin për duar dhe më pyesin pse nuk vjen me ne mami. Unë zgjohem e lagur në djers, krahët bosh sikur i mbaja çdo natë. Ishte një dhimbje që s'ka emër, një dhimbje që rrjedh në çdo qelis. Takimi i fundit me motrën ishte përtej fyerjes. Ajo më mori një herë në sytë e saj dhe më tha me një pakënaqësi të qartë: Arta, duhet të eci përpara, ti ke bërë zgjidhjet e tua. Cila zgjidhje? Pyeta me zërin që më dridhej. Të besosh e të mos luftosh më për fëmijët. Ajo foli si kushdo që je purdhër, ajo si motra që rritet me ty, po që dohe ma mori buri. Nuk kishte pendim, nuk kishte ndonjë fytyrë që tregonte turp. Kjo më vriste më shumë se çdo fjalë e ashpër, stuhia e zhgënjimit ishte epike. Unë kujtoj dhe gjërat më të vogla. Mënyrën se si djali im më mbante gishtin gjatë natës kur kishte frikë nga ndonjë zhurmë. Fytyrën e vajzës kur më thoshte mami ti je më e bukura. Zërin e tyre që më bënte gabime në fjalë dhe qeshte.
Këto imazhe më ndjekin si film i përjetshëm. Nëse do të bëja një listë të gjërave që do t'jepja për një orë me ta, lista do të përfshinte një përqafim, një mami të pandërprer, një vizatim ku janë të gjithë bashkë. Nuk ka asnjë gjë materiale që të kthej ato. As para, as argjend, as këshilla ligjore, vetëm prania e tyre mua më qetëson shpirtin. Edhe pse jeta ime duket si një rënoj, ka një flak që nuk shuhet. Shpresa. Unë shkruaj letra që nuk i dërgoj. I lexoj me zë të lartë dhe i mbaj në një kuti. Unë e di që nuk jam vetëm. Në rrugë ka as njerëz që kanë kaluar dhimbje të ngjashme dhe kemi një të kuptuar. Një grua tjetër më tha në një ditë një kafe dhe më tha mos e haro, fëmijët e ndjejnë gjithmonë kur je e dobët. Por ndjenjën edhe kur lufton, këto fjalë më dhanë forcë. Ndonjëherë imagjinoj se do të shkoj në derën e tyre papritur, do t'i marr dhe do ta largoj çdo marrëzi. Por e di që realiteti është më i ndërlikuar, ligjet, dokumentet, manipulimet janë bariera të vështira për t'u kthyer. Ka momente kur kujtimet më bëjnë mirë. Si hera kur buri im më kurorëzoi me një varg lulesh të thara nga parku i qytetit dhe fëmijët motra ishin aty duke qeshur. Ato imazhe më tregojnë se kam qenë e lumtur dikur. Këtë jam, njeriu që qeshte kur flokët ishin në erë, që mbronte fëmijët me gjoksin e saj që besonte thellë. Ato kujtime më ndihmojnë të di se nuk jam një e hudhur e vetme. Unë isha një nën, një grua dhe një motër. Nuk është një fund i bukur, nuk ka kthim të menjëhershëm, por ka një premtim në zemrën time. Unë do të luftoj për me dinjitet. Nuk do t'i përngjasoj atyre që më poshtruan. Nuk dua që zemra ime të mbushet me urrejtje. Do të kërkoj të drejtën time, të kthehem te fëmijët, edhe nëse duhet të rritem edhe më shumë brenda vetes do ta bëj. Nëse po më dëgjojnë, edhe ti burim, ti që ke kaluar apo po kalon të njëjtën dhimbje. Nëse ndjen dhimbje për mua, të lutem mi kthe fëmijët e mi.